mirë dhe sportashës, kemi ardhur në fundin e ceremonisë së Kupës Agjendafili, e organizuar nga Federata Shqiptare e Ciklizmit në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, në nderim të kësaj figure të madhe të ciklizmit shkodran dhe shqiptar. Kupa Agjendafili është të zhvilluar me 2 etapa. Etapa ditës së djeshme dhe e sotme do të nisi me vlerësime për më të mirët, duke filluar nga femrat. Do të thrasin në podium fituesi e vendit të dytë në etapën e parë, Soman Torovic Shkodër, Enilda Zeciri. E ftojmë në podium. Marcela, ku e ke mamin thot? Fituesi e vendit parë, Marcela Luzi. Bravo, Marcela. Do të kalojmë tek 13 të mirët, etapës së parë të Kupës Agjendafili të kategorisë kadet. Në vendin e tretë, ciklisti i ekipit Vllaznia, Luis Margjoni. Në vendin e dytë, Nedion Demiri i ekipit Skënderbeu. Dhe fituesi i kësaj etape, Dion Bytyçi i Kosovës. Do t'i dorëzoj djali i të mirënjohurit Agjendafili, Alcetafili. Këto ishin 13 të mirët etapës së parë për kategorinë kadet të Kupës Agjendafili. Do të kalojmë te 13 të mirët e kategorisë junior për etapën e parë. Në vendin e tretë, Kristi Feyzullah i Tiranës. Në vendin e dytë, Margelian Bedulla i ekipit Skënderbeu. Bravo, Flako. Në vendin e parë, Festin Kurti i Kosovës. Do t'i dorëzoj diploma dhe kupën vllai i Agjentafilit, Shkelqim Tafili. Do të kalojmë tek 13 mirët e kategorisë elit për etapën e parë të Kupës Agjendafili. Në vendin e tretë, Kristel Sota i Vllaznisë. Në vendin e dytë, Olsion Velia i Tiranës. Dhe në vendin e parë, Blerton Nua i Kosovës. Do të kalojmë tek më të mirët e etapës së dytë të Kupës Agjendafili. Sërish do ta fillojmë me vajzat. Në vendin e dytë, Marcela Luzi. Dhe në vendin e parë, Enilda Zeciri. Do të kalojmë tek 13 të mirët e kategorisë kadet për etapën e dytë të Kupës Agjendafili. Në vendin e tretë, Dion Bytyçi i ekipit Kosova. Në vendin e tretë, pra Dion Bytyçi i ekipit Kosova. Në vendin e dytë, Luis Margjoni i Vllaznisë. Dhe në vendin e parë, Nedion Demiri i Skënderbeu. Bravo.
të kalojmë tek 13 mirët. Për kategorinë junior. Në vendin e tretë, Kristi Feyzullah, ekipit të Tiranës. Në vendin e dytë, Mark Elian Bedulla i Skënderbeut. Dhe në vendin e parë, Festim Kurti i Kosovës. Do t'i dorëzoj Alcid Tavili, djali të mallit Agent Tavili, për cilin organizohet kjo kupë nga Federata Shqiptare e Ciklizmit dhe Bashkia e Shkodër. Një trofe i përvitshëm në nderim të kësaj figure të madhe të këtij sporti. Do të kalojmë tek vlerësimi i kategorisë elit, 13 mirët etapës së dytë. Në vendin e tretë, Leo Piku i Studentit. Në vendin e dytë, Kristen Cota i Vllaznis. Dhe në vendin e parë, Olson Velia i ekipit të Tiranës. Do t'i dorëzoj diplomën dhe kupën presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, zoti Skënder Anxhaku. Fjalën përmbysës të aktivitetit do ta ketë presidenti Anxhaku. Nderuar qytetarë të Shkodrës, është ndër dhe lavdi për Federatën Shqiptare të Ciklizmit, duke kushtuar një njeri shumë të madh, që nuk i ka bërë nder vetëm Shkodrës, po i ka bërë nder gjithë Republikës. Dhe në këtë moment caktuar ndjehemi jashtëzakonisht keq. Ky njeri nuk është pranë nesh, por qëndrojnë gjithmonë në zemrat tona i madhe Agent Tavili. Unë nuk do lë pa përmendur familjen Muriqi, që ka qenë bjebja e ciklizmit shqiptar në të gjitha veprimet. Do ta falenderoj klubin shumë sportës të Vllaznis, në bashkëpunim me federatën. Do falenderoj policinë e shtetit për masat e marra, duke ditur se çfarë trafike ka dhe çfarë qarkullimi bëhet në Lezhë dhe në Shkodër. Dhe një falenderim shkon për policinë e qarkut të Shkodrës. Ju falenderit dhe shihemi 18 maj, kur ne do bëjmë rrethin ciklistik dhe mendojmë që ta kemi për herë të parë live. Falenderit gazetar, qytetar, gjithë. Kalofshi sa më bukur.